Përshëndetje të dashur miq të mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV. Në fakt jam pranë jush për të komentuar dhe për të ndarë së bashku me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Sot do të ndajmë shumë lajme, do të thënë sot do të flasim për shumë personazh, po fillimisht do ta nisim me dyshen më të kërkuar dhe me dyshen më të komentuar në fakt prej jush, atë që publiku e ndjek më së shumti, për atë që publiku do të di në fakt çdo ditë më së shumti çfarë po ndodh me to, si qëndron fati i tyre, si qëndron marrëdhënia e tyre dhe pse të dy nuk shfaqen në Instagram. Do të thënë, ka patur pyetje të shumta në fakt rreth Mateos edhe Brikenës, Tiron pse nuk janë pjesë e Instagramit, Tiron pse nuk dalin në Instagram, Tiron çfarë po ndodh me këtë dyshe, a është marrëdhënia në rregull, a është çifti okay, a janë gjërat siç duhet. Më thënë kam patur nga pyetjet më të shumta në fakt për Brikenën dhe për Mateon dhe sinqerisht ka patur shumë pikë pyetje rreth këtij çifti. Unë gjithmonë dua të jem koherent në ato gjëra të cilat i kam thënë deri më sot atë që unë kam komentuar rreth showbizit, atë që unë kam folur rreth showbizit, atë që unë kam analizuar rreth showbizit, ka rezistuar që të dele vërtet, të jetë e sakt dhe të mos të jetë thjesht të shpifje, por të jetë një realitet. Do të thënë dua të qëndroj gjithmonë tek e vërteta. Tani unë kam folur shumë për marrëdhënien e Brikenës dhe Mateos, do vazhdoj të flas dhe do të them gjithmonë që marrëdhënia dhe historia e tyre e dashurisë është një histori harmonikisht shumë e lumtur. Çifti ka gjetur shumë paqe ndërmjet vetit. Unë nuk dua ta komentoj një zëng, një keq kuptim apo një mini nervoz, se ato nuk janë nervoza, apo janë mini nervoza në dashuri, sepse Mateo dhe Brikena kanë treguar që janë karaktere të tilla. Për shembull, Brikena është pak natyrë e lazdruar në dashuri, jo e lazdruar si femër, por në dashuri, do me thënë dëshiron vëmendje, dëshiron fokus, dëshiron emocion, dëshiron ndjesin dhe këtë gjën Brikena e bën me shumë lezet dhe unë mendoj që dashurit këtu e kanë lezetin, te këto lëvizje, do me thënë kur një femër bën këto lëvizje, gjithmonë e merr atë vëmendjen e mashkullit, gjithmonë e merr atë ndjesinë e atij mashkullit dhe gjithmonë sjellën tek dashuria apo tek lidhja, sjellën energji të re, do me thënë sjellën frymë të re, tregon ato pikat e bukura të karakterit. Mua më personalisht, do me thënë më pëlqejnë dashuritë e këtilla, sepse kanë ngjyra brenda, kanë emocione brenda dhe unë mendoj që Brikena me këto teket e veta e bën lidhjen edhe më dinamike, sepse lidhja po nuk pati dinamik, po nuk pati energji, po nuk pati pozitivitet, nuk mund të themi që është një lidhje e cila garanton një sukses të jashtëzakonshëm, do të thënë në asnjë mënyrë. Është thjesht një lidhje dhe asnjë gjë tjetër. Nga ana tjetër, Mateo si gjithmonë, Mateo do me thënë ka të njëjtin karakter, Mateo është romantik, është pozitiv, mundohet që ti mirëkuptoj të gjitha gjërat, do me thënë është pak ai më lëshuesi në këtë marrëdhënie, por nuk mund të themi që nuk e ka rolin e burrit në marrëdhënie, do me thënë unë e kam parë dhe respektin që Brikena ka kundërdrejt Mateos, është një respekt i jashtëzakonshëm, është një respekt i vërtet dhe është një ndjenjë që realisht është një ndjenjë për të duar trokitur dhe për tu vlerësuar se si ato të dy e kanë ndërtuar këtë raport. Nuk do të thotë që ne duhet të bazohemi menjëherë që Mateo dhe Brikena nuk kanë nxjerrë foto në Instagram dhe duhet të shkruajmë ato titujt e mëdha, ato titujt e frikshëm, ato tituj gjigant që realisht janë
janë të neveritshëm kur i lexon që ndarje në çift, krisje në çift, marrëdhënie e prishur, jo, do të thënë nuk duhet i shkruajmë ato tituj, duhet thjesht të mirë kuptojmë situatën, çifti tashmë ka përzgjedhur që të jetë pak më i qetë, zakonisht nëpër Instagrame që të dy kanë përzgjedhur që të postojnë momente nga puna e tyre, nga arti i tyre, nga e thëna nga investimi që ato bëjnë në karrierë, por jo nga përditshmëria, jo nga gjëra të kota, do të thënë shumë pak kanë nxjerr foto të tilla. Unë e di që në vazhdim do të nxjerrin fotografi të tjera të dy bashkë, nuk më merr mendja që nuk do të bëjnë lëvizje të tilla. Por, nga informacionet që kam unë, raporti dhe marrëdhënia është shumë e lumtur, janë shumë mirë që të dy, kanë raport korrekt që të dy, dhe kanë një lidhje fantastike që në fakt unë personalisht, si Tiron, e duar trokas këtë lidhje, sepse është një lidhje shumë e bukur dhe është një lidhje korrekte. Shpresoj që gjithmonë kështu t'ju vazhdon lidhja, shpresoj që gjithmonë kështu t'ju shkon lidhja, dhe të jenë të dy në formën e duhur, në formën pozitive dhe në formën fantastike. Do të thënë kemi shumë gjëra çfarë të presim nga çifti. Na vjen një shtatori nxehtë, tashmë që të dy do shijojnë pushimet, kam dhe nga ato pyetje Tirana do ta marrin përsipër Mateo dhe Brikena pushime që i kanë marrë nga Global Travel për të shijuar momentet. Me patjetër që po një herë ato u fokusuan tek Top Arena, do të thënë më e rëndësishme për to ishte Top Arena, po me patjetër që do të marrin përsipër gjithçka që ka të bëjë rreth tyre, por rëndësi ka që dashuria, marrëdhënia është pozitive dhe jep ngjyra emocionale lumturisë marrëdhënies së tyre. Unë shpresoj që edhe një herë t'ju shkon gjithmonë në këtë formë. Dua të marr mendimin tuaj, do kisha apeluar që mos lexoni këto tituj që janë tituj për mendimin tim jo profesional dhe skandaloz. Dua të marr mendimin tuaj se si e shikoni ju këtë raport, se çfarë komentoni ju rreth këtij raporti dhe se si ju në fakt e keni pranuar këtë raport. Do të thënë është një raport fantastik. Unë e them gjithmonë, aty ku ka dashuri, aty ku ka emocion, nuk mund të ketë ashtu ndarje të lehtë dhe nuk mund të ndahet çifti për pak e për shumë. Tani zënkat janë pjesë e një marrëdhënie, nuk ka marrëdhënie pa zënka, ju vetë jeni në lidhje dashurie dhe e kuptoni shumë bukur se si shkon një marrëdhënie. Një marrëdhënie ka ulje dhe ngritje, ka zënka, por gjithsesi domethënë, dashuria është e bukur kur ka këto nuancat e lezetshme që japin ngjyrë, japin jetë edhe e bëjnë edhe më fantastike. Shkruani koment dhe patjetër vazhdojmë të më ndiqni me subscribe sepse këtu do të vazhdojmë të komentojmë të gjitha rrugtimet e personazheve.